Specialisti i ortodoncisë, Dr. Ermen Rizvanolli, thekson se fëmijët duhet të vizitojnë dentistin që nga dalja dhëmbëve të parë, edhe pse shumica prindërve zakonisht i dërgojnë tek mjeku për herë të parë vetëm pas moshës 6 vjeçare. Sipas tij, një kontroll i hershëm ndihmon në parandalimin e problemeve dentare dhe në krijimin e zakoneve të shëndetshme të higjienës orale. Fëmia te dentisti është mirë të kontrollohet që me daljen e dhëmbëve të parë. Domethënë, dhëmbët e shumshtit fillojnë të dalin diku nga muaji 6 i jetës së fëmijëve. Që atëherë dentisti është mirë të kontaktohet. Mirë po, tek ne zakonisht vizitat fillojnë nga mosha 6 vjeçare, atëherë kur fillon dalja e dhëmbëve të përhershëm. Është një moment i mirë, pasi që shumica prej fëmijëve po i humbin gjashtat, që në realitet është dhëmbi kyç i okluzionit. Andaj, shkuarja me kohë te dentisti do të thotë shumë për fëmijën e të ardhmen, sepse parandalimi i smundjeve të dhëmbit në atë kohë ju mundson një femëri më të shëndetshme dhe në të ardhmen një estetik, një funksion dhe një jetë më të bukur. Një nga infeksionet më të shpeshta që mund të prek fëmijët është kariesi i dhëmbëve, e cila ka shumë pasoja të mëvonshme, shtoi Dr. Rizvanolli. Smundja më e shpeshtë të fëmijët është kariesi i dhëmbëve. Sidomos tash i shprehur me këto ushqimet, të cilat janë as pak të mira, ushqimet e ngjitshme, janë karamelat e ndryshme, janë këto patatinat, të cilat në rast se nuk bëhet pastrimi me rregull i dhëmbëve, ato lirojnë acide. Si pasojë, acidet e shkrijnë zmaltin, krijojnë defekte në dhëmbë dhe në qoftë se nuk vihet me kohë te mjeku, edhe mund të bëjnë humbje në dhëmbit. Kështu krijojnë defekte jo vetëm në dhëmbë, po mund të krijohen defekte edhe në nufull. Heqja e parakohshme e dhëmbëve mund të na çojë edhe në defekte kockore. Po ashtu, heqja e parakohshme e dhëmbëve mund të çojë edhe në humbjen e vendit për dhëmbët që kanë për të dalur në të ardhmen. Prindërit dhe mjekët duhet të bashkëpunojnë për të ndërgjegjësuar fëmijët mbi rëndësinë e kujdesit dentar dhe për të siguruar që ata të marrin trajtimet e nevojshme në kohën e duhur, tha mes tjerash doktori Rizvanolli.